Malisheva Vllaznia do të startoj pas pak minutash që në këtë stadium është kampi nacional i Hajvalisë, vetëm pak kilometra larg qendrës së Prishtinës. Kam përzgjedhur kolegun tim mediatik gazetari minjor sportiv të Star Plus, Marinlen Zhivani, i cili ka udhëtuar nga Shkodra në përmbajtje një grupi mediatik sportiv shkodran për të mbështetur, për të përcjellë edhe atmosferën e kësaj supersfide. Marinlen, Vllaznia sapo përfundon zemjen, pa informacionin, duket se është i njëjtit që ishte një javë më herët në Loro Burqi për postë e Ensar Tafilit, që i shtohet listës. Nga përshëndetjen radhë parë ty dhe të ftuarëve që po na ndjekin tani live nëpërmjet Veriu Sport. Besoj do të jetë një ndeshje interesante, sa interesante edhe aq e fortë. Vllaznia në fakt vjen me vetëm një ndryshim nga ndeshja e kaluar, që në fushë do të jetë Tafili në vendin e Arës, por përveç ndryshimeve në emra, ka ndryshime edhe në skemen që do të luajë Vllaznia, se do të luajë me një 4-2-3-1, ndryshe nga herët e tjera, siç e kemi parë Vllaznin luaj me 3-5-2. Shpresojmë që Vllaznia në fund dalë me një rezultat pozitiv dhe të kualifikohet në turin e dytë, pasi do të ishte shumë e rëndësishme edhe për arkat financiare të klubit, pasi besoj që 80% e sezonit mund të shtyhet me ato financa dhe shpresojmë që Vllaznia dalë me një kualifikim sot nga Kosova. Do të jetë një ndeshje shumë e fortë, do të jetë një ndeshje interesante dhe shpresojmë që Vllaznia dalë faqebardhë. Shpreson apo beson Zhivani që Vllaznia kalon turin? Kam besim që Vllaznia do e kaloj turin ditën e sotme. Kam besim që Vllaznia do e kaloj turin ditën e sotme, pavarësisht gjitha vështirësive që ka kaluar gjatë kësaj kohe me federimet e lojtarëve, që në fakt janë shumë pak për të përballuar një ndeshje të tillë, por besoj që Vllaznia do ta kaloj këtë tur. Në kampin kundërshtar është një trajner si Thomas Berdaric, që e njeh mirë familjen Kuçiblu, që ka qenë 2 herë trajner i Vllaznisë. E vërtet, është e njeh në fakt ambientin Kuçiblu, por ka ndryshuar Vllaznia që nga koha kur ka qenë Berdaric, dhe një trajner është Edi Martini, drejtori Bjorn Cincinani, ka ndryshuar klima, atmosfera, fryma, ka ndryshuar gjithçka që në periudhën kur ka qenë Berdaric trajner i Vllaznia, dhe besoj që nuk është se i di sekretet e shumta ose pjesën më të madhe se të gjërave që bëhen brenda kampit Kuçiblu në këtë momente, pasi ka ndryshuar gjithçka me trajnerin, me ardhjen e trajnerit Edi Martini ka ndryshuar gjithçka në klubin Vllaznia, fryma, shumë gjëra. Edhe diçka për tifozërinë shkodrane, sërishmi nuk mungojnë edhe në Prishtinë pranë Vllaznisë për të mbështetur skuadrën Kuçiblu. Janë prezent me në krye grupimin Vllaznit Ultras, por përveç tyre ka dhe grupime tjera tifozësh të cilët janë prezent gjitha ndeshjet e Vllaznisë. Është besoj një pjesëmarrje e kënaqshme, pasi kemi parasysh që është një distancë e largët Shkodra me Hajvalin, dhe shpresojmë që tifozët shkodranë mos zhgënjehen sot. Ishim me Marinlen Zhivani, gazetarin sportiv të Star Plus në Shkodër, para dhe disa medjeve të kryeqytetit. Marinlen, faleminderit. Faleminderit. Sukses e Vllaznisë. Shpresojmë që parashikimin juaj të dalë. 1-2 për Vllaznin, shpresojmë. 1-2 për Vllaznin, deklaron Zhivani, duke pas parasysh se edhe 2-1 në Loro Burqi, atëherë kualifikimi është i Vllaznisë. Shpresoj. Respekte. Përshëndes, faleminderit.